E si mundi me ftime flejti qetë, kur ata musliman nuk kanë vend ku të adhurojnë Zotin Gjellëshanu. Por kemi nevojë të ndërtojmë edhe shumë xhami, sepse është kërkesë e xhamatit, është kërkesë. Syt janë për të parë, syt janë për të parë. Neve 70% gjematit e kemi jashtë ditën e gjumaj, kemi jashtë tash gjatë muajit Ramazanit, gjatë taravive. Po del, shikoj, edhe oborët nuk i zanë. Do me thanë, kjo çka dhe janë djemë të ri kryesisht, djemë të shkolluar. Unë nuk e di pse disa islamofobë, të cilët tashme janë po shihen për çdo ditë. Nuk e di ata çfarë i shqetëson. S'mund ta kuptoj çfarë i shqetëson xhamia nëse ndërtohet një xhami. Unë e di që unë jam thumë për ditëshëm se mëftiju po ndërton xhami, mëftiju po bën këto, po bën ato. Unë nuk jam i thirrur të ndërtoj diçka tjetër, jam i thirrur të ndërtoj xhami dhe do të ndërtojmë xhami. Deshtën e s'deshtën ata, aty ku ka nevojë, për inatit të askujt. Unë ju kam thënë edhe këtu në islamofobëve, që nuk besoj që ka dikun në botë ma islamofobë se të na. Ju kam thënë këtyre që nëse ma gjeni vetëm një fshat në Evropë, që nuk ka kish, më tregoni vlla edhe mua, ku e nalis po marroj xhami mu. Por fatkeqësisht, sot kur unë me ty po flas, kemi komunë me 52 fshatra që i ka vetëm 7 xhami. E si mundi me ftime flejti qetë, kur ata musliman nuk kanë vend ku të adhurojnë Zotin Gjellëshanu. Na kemi ndërtu xhami, mirë po se kemi pas shumë pak, por i kemi dyfishuar, ato është e vërtet, por kemi nevojë të ndërtojmë edhe shumë xhami, sepse është kërkesë e xhamatit, është kërkesë, syt janë për të parë, syt janë për të parë. Neve 70% xhamatit e kemi jashtë ditën e gjumaj, kemi jashtë tash gjatë muajit Ramazanit, gjatë taravive. Po del, shikoj, edhe oborët nuk i zanë. Do me thanë, kjo çka dhe janë djemë të ri kryesisht, djemë të shkolluar, të arsimuar, vajza, ardhmëria e vendit. Po, se ardhmëria e vendit, të jesh musliman i mirë, të jesh besimtar i mirë, automatikisht do thotë të jesh atletar i mirë, të jesh prind i mirë, të jesh njeri i mirë, të jesh punëtor i mirë, të jesh bashkëpunëtor i mirë, të jesh njeri i kompletuar sepse je i pajisur me virtyte, me cilësi, me veçori, të një urdhri hyjnor, të madhit Zot Gjellëshanu, të bësh njeri i pathyeshëm në çdo pore të jetës. Ty ja jetë mëson, ty e mu më falë, po drejtohem ty, na edhe mua na mëson që të punojmë drejt, punojmë mirë, të mos gënjejmë, mos jemi munafik. Pra, të punojmë vetëm atë që është razi Zotit dhe pejgamberi alayhis salam, të largohemi nga punët e ligë të këqija. Pra, feja na ndërton si individ. Sigurisht.